Përshëndetje nga emisioni Fokus të nderuar shikues, kur fushatës po I vjen fundi dhe të dielën shqiptarët dhe vlonjatët do të votojnë për kandidatët për deputet, por edhe për subjektet politike në kuadër të zgjedhjeve të përgjithshme. Kam kënaqësinë që në këtë maraton në fakt të nisur këtë javë me kandidatët për deputet deri në prag të heshtjes zgjedhore të kem në studio kandidatin e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, zotin Klevis Kaso. Përshëndetje, zoti Kaso, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, Ermal. Përshëndetje gjithë qytetarëve të Vlorës. Urime edhe për fushatën, pasi jeni duke zhvilluar një fushatë shumë bukur në fakt, me element të veçantë dhe ashtu si kundër e bët edhe qytetin evropian të sportit. Faleminderit shumë, Ermal. Kur vjen nga fjalët e tua si një gazetar, analist I qytetit të Vlorës, është dy fish kënaqësi. Zoti Kaso, ju jeni një djalë I ri që në rinin tuaj të hershme keni patur pasion në sportin, por edhe dashurinë për punën. Jeni angazhuar në basketbol, keni qenë një lojtar që keni spikatur aty, por më vonë drejtues I klubit Shumë Sportësh Flamurtari dhe nënkryetar I Bashkisë së Vlorës së fundmi. Si ndjeni si kandidat për deputet? Gjatë gjithë jetës ose gjatë gjithë kësaj karriere që ju përmendët, jam munduar që mos të faktorizoj vetëm përpara punës. Gjatë gjithë kohës kam vendosur përpara pozicionin, shërbimin ndaj qytetarëve, shërbimin dhe ndaj pozicionit të punës dhe si përmarrës, por edhe si drejtuesi I disa institucioneve ose edhe si nënkryetari I bashkisë, të njëjtën gjë ndjej si kandidat, ndjej obligimin që përpara qytetarëve të jem Klevisi që kam qenë që në ditën e parë nga punët më të thjeshta që kam kryer për gjatë jetës time deri te pozicionet më të larta si dhe I fundit nënkryetari I bashkisë. Megjithatë, në këtë rrugtim ju keni tërhequr vëmendjen dhe ju kanë pikasur disa drejtues kryesor të qytetit, zoti Kaso. Ka qenë ish kryetari I Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, I cili ju ofroi postin e drejtorit të klubit Shumë Sportësh. Po ashtu, kryetari aktual I Bashkisë Ermal Dredha ju mori krahun e tij të djathtë si nënkryetari I Bashkisë së Vlorës dhe së fundmi drejtuesi politik I Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ishte ai I cili ju propozoi ju si kandidat për deputet. Madje e ka thënë edhe hapur që jeni një zgjedhje personale e tij. Si ndiheni që një I ri si ju të ketë tërhequr vëmendjen e këtyre drejtuesve të lartë, jo vetëm autoritete shtetërore dhe vendore, por edhe të politikës. Pra ç'do të thotë kjo për ty? Me ish kryetarin e bashkisë zotin Leli, që dua ta falenderoj patjetër sepse më dha mundësinë që të ndihesha për herë të parë drejtuesi I një institucioni, lindi krejt rishtazi duke parë pasionin tim për se si doja dhe shikoja sportin në të ardhmen e këtij qyteti, investoj pa menduar dyert e figura ime. E njëjta gjë më ndodhi me kryetarin aktual të bashkisë zotin Dredha, që më dha, dua të them, në aspektin e lartë politik ose në aspektin e politikës së madhe, më dha mundësinë që unë të isha krah tij në Bashkinë e Vlorës, ku dhe performuam në disa detyra shumë të suksesshme, siç ishte Vlora qyteti Europian I sportit, performuam shumë mirë për emergjenca civile, ku mua më caktoi shefin e tyre, ku për disa kohë mora dhe si përgjegjësi kryesor I drejtorisë së shërbimeve për të ardhur në ndihmë në sezonin turistik. Kanë qenë disa sfida që me zotin Dredha kanë qenë shumë të suksesshme dhe jam mirënjohës, ja kam thënë edhe për takimet elektorale, jam mirënjohës për jetë për çka ai bëri duke besuar te figura ime. Patjetër që angazhimi im duke I ardhur punëve, siç unë mundohem gjithmonë të jem punëve pararoj dhe të jap më të mirën time me dy fishin e energjive që ndoshta dhe nuk I di që I kam, për të bërë këtë në një komponent të madh të këtyre sukseseve, ku besimi atyre me angazhimin tim më bën që unë të jem sot ku dhe zoti Çuçi besoi për të qenë unë një nga kandidatët në lista A për të Partisë Socialiste. Nuk është pak që ish drejtues aktual dhe drejtuesi kryesor politik ti besojnë një njeriu. Pra, ju thatë se ata kanë parë tek ju. Në mënyrë konsistente, duhet të thosh. Nuk di të them. Aq tepër një djalë I të ri si jeni ju, pavarësisht angazhimeve, jetës publike që keni. Unë besoj te fati I gërshetuar me punën. Në qoftë se njeriu
nuk ndalon kur së besuarit e potenciali vetë dhe me angazhimin e përditshëm në punën dhe në shërbim ndaj qytetarëve, në shërbim ndaj institucionit, në shërbim ndaj të mirës publike, patjetër që pastaj dhe besimi i kujdo qoftë drejtues i lartë ka nevojë për një njeri ose ka nevojë për njerëz që angazhohen me maksimumin e tyre për të ndjekur detyrat që marrin përsipër. Në fakt, ju e keni dhënë këtë shembull, pra çdo detyrë e keni ndjekur. Jam munduar që të bëj më të mirën time, patjetër se e thoshin dikur trajnerët e mi, njerëz të nderuar të qytetit që po nuk ëngre, nuk bën dot thërime. Kështu që unë jam munduar të bëj më të mirën, pavarësisht se nuk ka njeri perfekt dhe nga gabimet dhe mësojmë dhe bëhemi dhe akoma më të mirë si politikisht, si institucionalisht, po edhe në profesionin e caktuar që mund të ndjekim në jetë. Dhe pikërisht këtë angazhim, këtë përvojë që ju keni do ta çoni në Kuvendin e Shqipërisë pas 11 majit, çfarë do të sillni në këtë pozicion të ri, në këtë detyrë të re që do të keni? Dhe patjetër që do të jeni një deputet i fortë, pas do të dini nga vota popullore, nuk keni deputet i listave të mbyllura, do të jeni deputet që do t'ju dëgjohet zëri, do t'ju shkojë fjala. Kjo është ajo që i themi adrenalina që përcjell kjo lloj gare, dhe të nxjerrin nëse unë do të jem i preferuari me votën preferenciale të qytetarëve të qarkut të Vlorës, patjetër që do të jem një i ri me plot energji që do të dua të faktorizohem për të mirën e qarkut të Vlorës, për të mirën e personale të gjithë secilit në gjithë të qark, por edhe për të mirën time për karrierën politike. Unë do të mendoj që ose do të angazhohem që gjithë secili në këtë qytet, nëse më voton mua, të ndjeti përfaqësuar në parlament, sikur të ishin vetë pjesë e atij parlamenti, duke qenë telefoni im i hapur gjatë gjithë kohës, por duke qenë dhe unë njeriu më i prekshëm i të gjithë atyre deputetëve që ka pasur ose do të ketë qarku i Vlorës. Jo kot ju komplimentova në nisje të kësaj bisede për fushatën që po bëni, pasi nuk është vetëm thjesht opinioni im, por edhe opinioni në qytet, madje edhe ndoshta ish drejtuesve që kanë qenë në Vlorë prej vitesh, që ju po bëni një fushat me qytetarët, një fushat shumë të mbuluar edhe mediatikisht. Por ju është dashur që të vraponi shumë gjatë gjithë kësaj kohe, pasi jeni në listë të hapur dhe normalisht ju duhet të flisni qytetarëve dhe të kërkoni mbështetjen e tyre. A ka qenë i vështirë ky rrugtim? Unë mendoj që fati i madh si sportist që jeni, se keni ndjerë fati i madh që kam është që unë jam në listë të hapur për partinë më të madhe në vend dhe jam në listën e hapur i vendosur nga kryeministri më vizionar që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. E them këtë me bindjen e plot, sepse Edi Rama ka ndryshuar rrënjësisht konceptin Vlorë. Ka ndryshuar rrënjësisht urbanizimin e këtij qyteti, infrastrukturën moderne të këtij qyteti, ka bërë Vlorën e re dhe kjo sjell një lloj lehtësie shumë të madhe kur ne shkojmë dhe përballemi me elektoratin. Patjetër që ka Vlora zona që lën akoma shumë për të dëshiruar, por kjo është e pamundur të bëhen të gjitha në të njëjtin moment kur në Vlorë në 8 vitet e qeverisë së djathtë u bë vetëm një rrugë që quhej Transballkanika dhe në 12 vjet të qeverisjes së majtë të zotit Edi Rama janë hedhur 100 milion euro në vit në investime infrastrukturore dhe ndryshimit urban të këtij qyteti dhe në 12 vjet janë 1 miliard e 200 milion euro, patjetër që ky qytet ka një tjetër fytyrë, patjetër që te elektorati është shumë më thjesht të shkosh dhe të përballesh dhe të flasësh dhe të kërkosh atyre mbështetjen për kryeministrin e Shqipërisë dhe për Partinë Socialiste. Unë kam pasur dy zona relativisht dhe të vështira nga aspekti infrastrukturor, siç është rajoni 5, sepse është i gërshetuar me pjesën historike të qytetit të Vlorës dhe me pjesën e krijuar ishtazi post viteve 90, dhe kjo më ka bërë që në disa zona, siç është Sahati, të kesh çfarë të thuash me krenari shumë të madhe dhe për të folur se si atyre është ndryshuar infrastruktura e një zone që në mëngjes ishte treg, në mbasditë ishte bosh, tani është shumë modern dhe çdo turist që aty shkon ka dëshirën të konsumojë një diçka në lokalet moderne që aty është bërë, por dhe është bërë dhe si një lloj pjace ku gjithë banorët e asaj zone i kanë oraret e shëtitjes më të bukura. Vazhdojmë te pjesa e rajonit 5 ku është akoma për të ndërtuar, por të gjitha këto po krijohet nga një projekt
për të ardhur në ndihmë pjesë infrastrukturore dhe të zonave që janë krijuar rishtazi pas viteve 90 dhe shumë shpejt Bashkia e Vlorës ka angazhimin që brenda mandatit të parë me në krye zotin Dredha do ta mbaroj të gjithë problematikën infrastrukturore të paktën me sa diun të rajonit 5. Është duke u bërë rrugë e Palmave, që është një rrugë rienergjizimit të Vlorës, të rrugës hyrëse të Vlorës, që ne e dim të gjithë ata që janë vlonjatë të vjetër. Do të dalin një mrekulli ku aty dyqanet nuk shiteshin as me 20 milion lekë të vjetra, tani dhe nëse i pesfishon çmimi ti nuk ja u blen dot më pronarve. Kjo është ajo që kryeministri i Shqipërisë ka bërë me vizionin e vet, duke rritur dhe duke bërë që prona e gjithë secilit në këtë qytet të jetë pesfishuar, po duke bërë këtë gjë qasja ndaj turizmit që janë mbi 1.500.000 turistë që vizitojnë Vlorën për gjatë një viti, sjell patjetër që ne të jemi një polin kryesor të ardhurave financiare të këtij qyteti dhe kemi industrinë e turizmit dhe jo vetëm. Ju jeni mësuar me sfida, kush më shumë se ju në listën e kandidatëve për deputet qarkut Vlorës di si përjetojnë emocionet dhe sa shijon ajo apo ai trofe kur e merr në përfundim të garës. Ju në fakt jeni mësuar edhe të fitoni trofe dhe këtë gjë e keni nxjerrë më së miri në pa, jo vetëm si sportist, por edhe si drejtues i klubit Shumë Sportësh Flamurtari, por edhe së fundmi me organizimin e Vlora Qyteti Evropian i Sportit. Gjithë kjo ta bën më të lehtë këtë garë dhe a do ta donit ju që të ishit në listë të mbyllur apo lista e hapur për ty është më shumë energjike? Të qenit sportist ose ka 2-3 lloje standarde sportistës, si çdo gjë në jetë, ka egoist, ka altruist, ka dhe sportistin që bën grupin. Unë gjithkohës kam qenë kapiteni i ekipit dhe kam bërë grupin e kam vënë gjithmonë të parin, sepse e di që një grup dhe një ekip shumë i mirë bën fitore më afatgjata dhe më të qëndrueshme. Unë për gjatë gjithë këtyre viteve që kam pas këto arritje dhe këto trofe që ju i përmendët, kam munduar që gjithmonë të punoj me një ekip të shkrirë sikur të ishin unë. Kemi pasur patjetër respektimin e hierarkisë për t'ia dalë objektivisht të gjitha sukseseve, por ekipi për mua është gjëja më e shtrenjtë që unë kam në çdo lloj fushe ose në çdo lloj gare që kam në jetën time. Këtë gjë po e tregoj dhe tani te fushata ime elektorale, kam 90 të rinj dhe të reja, të gërshetuar dhe me eksperiencën e disa njerëzve me eksperiencë politike në qytetin tonë, që po bëjnë diçka me zëmër për t'i ardhur në ndihmë fushatës time elektorale, po për të treguar dhe më të mirën e socialistëve të këtij qyteti, që dinë të bëjnë një politikë shumë të paqët, shumë moderne, me shumë energji, për të sjellë te qytetarët shpresën, energjinë dhe atë që përcjell kryeministri i Shqipërisë, vizionin për të ardhmen e këtij qyteti. Patjetër që të jesh në listë të mbyllur është shumë komode, sepse ti faktorizon 100% të vetes në shërbim dhe në dobi të partisë nga ti ke dalë në listë, por të jesh në listë të hapur është një diçka tjetër. Ti je aty për të mbledhur maksimumin për partinë tënde socialiste nëpërmjet emrit dhe punës që ti do të bësh për të potencuar dhe voton personale. Kjo më bën shumë krenar, sido që të zgjedhin qytetarët e Vlorës. Unë jam po i njëjti Klevis që më ka njohur si shokun e klasës, si kapitenin e ekipit, si sportistin e qytetit, si në kryetarin e bashkisë, si sipërmarrësin te biznesi i familjes. Nuk do të ndryshoj asnjë gjë te unë, por kjo më bën dhe më të fortë dhe më krenar dhe më energjik për të shkuar shtëpi më shtëpi dhe për të kërkuar maksimumin për vot preferenciale për veten time, po mbi të gjitha për të mbështetur Edi Rama dhe Partinë Socialiste. Si po ju presin qytetarët dhe si u kanë pritur ata pra në këtë rrugtim të fushatës elektorale që tashmë po shkon drejt fundit? Të them të drejtën, Ermal, jam i njohur çdo qytetari të Vlorës për mënyrën se si ata kanë qasje ndaj Klevis Kasos. Kanë dhe qasjen shumë pozitive ndaj punëve të mira që Partia Socialiste ka bërë dhe duke gërshetuar ato të dyja jam ndjer i lumtur që ka marrë guximin të garoj në qytetin tim. Të gjithë do ta kenë kompleks, ose një pjesë e madhe mund ta kenë kompleks këtë lloj gare. Unë jam shumë i lumtur që ndonjëherë dhe më kanë shprehur disa
ndoshta edhe mangësi gjatë punëve të mia institucionale, por kryesisht më kanë shprehur dashurinë dhe mbështetjen për origjinalitetin që mua më karakterizon. Dhe ju përmendët në fakt disa problematika të rajonit nëmër 5, aty ku ju edhe keni patur një jetë politike më të përkushtuar ndaj asaj zone. Cilat janë problematikat sot të qytetarëve që i ke prekur gjatë gjithë fushatës? Shiko, ka disa problematika që patjetër vinë duke u trashëguar, por këto problematika kanë gjithmonë një deadline, dua të them. Jo çdo gjë bëhet për një ditë. Nëse ne do të kujtojmë 2013 që Vlora ishte një shtëpi e vogël për turistat e botës, tani të mendojmë që Vlora është një pol kryesor i turizmit në rajon, patjetër që janë bërë shumë dhe shumë punë. Patjetër që Vlora është një kantier ndërtimi. Tani më dhe kur një ambient, qoftë shtëpie, qoftë biznesi, është duke u restauruar, ne nuk e kemi rahatin për të punuar dhe për të jetuar mirë në ato ambiente, kështu që Vlora në këto momente është një kantier ndërtimi në shumë dimensione. Këtu po bëhet projekti që tashmë të gjithë e dim i ujë të pishëm për 24 orë nga fondi gjerman i zhvillimit, që do të sjellë përfundimisht atë problematik shumë vjeçare të këtij qyteti për sa i përket ujit të pishëm. Por Bashkia Vlora angazhohet që në çdo rajon të vendosi pikat e veta për investime të përvitshme. Domethënë si vjet për gjatë kohës që unë isha në kryetar bashkie, fondi i investimeve ka qenë 6 milion euro dhe kjo është ndarë në mënyrë të drejtë në të nënta njësitë dhe rajonet e këtij qyteti. Taksa infrastrukturës duke parë interesin e lartë të ndërtimeve të reja dhe siç është Vlora Marin, zhvillimeve të tjera që do të ndodhin në këtë qytet, do të sjellë patjetër rritjen e buxhetit të Bashkisë Vlorë dhe këto përkthehen automatikisht në investime. Do të bëja një lutje të gjithë qytetarëve të Vlorës të kuptonin ose të shikonin të ardhmen e këtij qyteti në mënyra fashkurtre. Shumë shpejt ky qytet dhe pjesët më problematike të veta do të ndryshojë pjesën infrastrukturore, po dhe pjesën e një jete më të mirë sociale dhe cilësinë e jetës në tërësi. Sa të mundshme janë këto problematika që ju thatë, që në bashkëpunim edhe me projektet që do të ketë qeveria apo edhe Bashkia Vlorës të zgjidhen në 4 vjeçarin e ardhshëm dhe çfarë do të bëni ju nëse do të jeni pas 11 majit në Kuvendin e Shqipërisë? Unë do të adresoj çdo problematikë të mundshme të asaj që unë po shikoj në teren tani më, së bashku me vullnetin e madh të kryetarit të bashkisë për t'i ardhur në ndihmë çdo lloj zone, me bashkëpunimin e qeverisë shqiptare dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku nuk janë të pakta investime të këtë qytet, të arrijmë dhe të maksimalizojmë zhvillimin në të gjitha këto pjesë periferike të qytetit të Vlorës që akoma nuk janë prekur. Dhe kjo është garancia që unë i jap çdo qytetarit të Vlorës, nëse më zgjedhin mua në 11 maj, do të kenë zërin e tyre më afër në parlament, më afër në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë, duke parë punët e mira që unë kam kryer me kryetarin e bashkisë zotin Dreda, dhe duke parë aftësitë e mia profesionale që kanë ardhur hap pas hapi duke u zhvilluar në këtë qytet në shumë dimensione dhe e kam më të prekshme dhe pjesën dhe besimin asaj që ata ndjejnë për problematikat e tyre. Ju keni mbetur i njëjti kleviz siç keni qenë, pavarësisht detyrave të rëndësishme që keni patur edhe si nën kryetar i Bashkisë së Vlorës. Dua të them këtë. Dua të them këtë që ju jeni njëri prej qytetarëve që po takoni dhe i dini hallet dhe problemet e tyre. Po biznesi, pasi e njihni shumë mirë edhe botën e biznesit, e keni takuar përfaqësuesit e tyre. Çfarë probleme kanë ata sot dhe si do të jeni ju zëri tyre për t'i përfaqësuar nesër në parlament? Unë mendoj që biznesi Vlorës të vetëm problem që ka për momentin është zhvillimi sa më shpejt të pjesës infrastrukturore të qytetit që është duke u bërë dhe nuk besoj se ndonjë taks mund të ketë ndikuar negativisht ata. Taksa ose paketa fiskale e Bashkisë Vlorë është më se e pranueshme për të qenë bizneset shumë të lehtësuara nga taksat vendore, por dhe taksat e shtetit shqiptar, që një biznes me TVSH nga 0 deri në 14 milion lekë të reja nuk paguan asnjë taks. Kjo është
një arritje shumë e madhe duke ardhur në lehtësi dhe në ndihmë shumë të madhe zhvillimit të biznesit, jo vetëm në qytetin e Vlorës, por në gjithë Shqipërinë. Unë kam takuar operatorët turistik, e shikoj që turizmi në këtë qytet shumë shpejt do të jetë akoma një industri dhe më e madhe financiare dhe ekonomike për të gjithë banorët e këtij qarku, por mos ta harrojmë dhe industrinë, duke qenë se aeroporti i Vlorës bëhet shumë shpejt realitet, mos ta harrojmë dhe industrinë që Vlora ka pasur traditë në periferitë e veta, ku mund të investojnë dhe kompani të huaja, po dhe vendas. Unë do të jem gjithmonë pararoj, duke qenë se jam një njeri që vi nga importi dhe eksporti dhe aty kam zhvilluar veten si sipërmarrës, do të jem për krah atyre në lehtësira fiskale, në ndihmë dhe në ndihmë për ligjet që do t'i ndihmojnë ata për mbarvajtjen më të suksesshme të biznesit të tyre. Si zoti Çuçi, si zoti Vëngu, ju kanë vlerësuar edhe si drejtuesi politik e rajonit numër 5, pra keni bërë një punë të mirë aty. E ndjeni këtë gjë edhe vetë? Unë kam dhe orikumin normal, nuk e ndaj e ka të pandashëm, është një vend me histori, ku ajo historia e tyre kthehet në krenari dhe në dashuri për atë njësinë e tyre. Si është orikumi, Dukati, Tragjasi, Llogaraja, të gjitha këto fshatra të begatuara nga Zoti, po dhe nga njerëzit e mirë që aty bëjnë pjesë. Unë jam munduar që aty të bëj një punë shumë të mirë politike, të ardhë ndihmë çdo socialistit të asaj zone, për të qenë sa më afër problematikave të qytetit. Patjetër që mua më pëlqen pjesa organizative e të bërit jo vetëm politik, por në çdo fushë të jetës që kam marrë pjesë, ose në çdo fushë institucionale, profesionale që unë jam zhvilluar, kam pasur shumë qejf që të jem tipi organizativ dhe këto detyrat politike i kam të dala natyrshëm nga unë për të bërë më të mirën. E keni shtrirë fushatën në gjithë qarkun, pra i keni prekur të gjitha zonat veç Vlorës, Orikumit që po thoni? Unë kam qenë koordinatori i ekipeve sportive të Komitetit Olimpik për gjithë jugun dhe kam pasur kontakte me të gjitha shkollat e qarkut Vlorë. Patjetër në Sarandë i kam marrë në ndihmë duke dalë dhe Saranda 2 herë kampion në basketbol për gjimnaz në Republikë, po duke njohur dhe gjimnazin e Imarës që ka shpallur kampion republike për volejbol për femra, kam qenë gjithkohës duke pasur parasysh që dhe biznesi im operon në të gjithë qarkun e Vlorës, kam shumë miq të biznesit, shumë miq politik, shumë shok politik të krijuar gjatë gjithë këtyre viteve, shumë shok institucional të krijuar për gjatë eksperiencës time në drejtorinë e tatimeve rajonale të Fierit. Kështu që unë kam pas obligimin që të gjitha miqtë e mi të rrugtimit tim politik dhe jo vetëm, ti takoj dhe ti shpreh atyre vizionin tim se Klevisi do të ishte zgjedhja e dur për të gjithë qarkun e Vlorës dhe jo vetëm për qytetin e Vlorës. Patjetër për Sarandën që familja ime përveç se operon me biznesin familjar, duke pasur kontakt kryesisht me pjesën e turizmit atje dhe pjesën e turizmit familjar e kemi të përvitshëm aty që prej 19 vjetësh. Në Imar po ashtu, në Dërmi kemi lidhjet institucionale që unë kam kryer për gjatë kohës, isha në drejtorinë e tatimeve të Fierit, por dhe nga ana si sipërmarrës i një biznesi që operon në fushën e turizmit. Si po priteni në Stelanicë, Sarandë, Imar? E keni atë mbështetje? Shikoj një qasje shumë pozitive dhe realisht jam i surprizuar nga kjo gjë. Shikoj në atë që unë e thash në fillim, originalitetin e një njeriu që do të bëj mirë për qarkun e Vlorës, për vlonjatët, për selenicarët, për lumin e Vlorës, për Imarën gjithashtu, për Sarandën po ashtu, për Delviniotët që kam shumë miq dhe aty, kështu që unë jam jo vetëm një deputet i qytetit të Vlorës, nëse njerëzit do më zgjidhin me votën e tyre preferenciale, por një i ri me plot dëshirë, me plot vizion, me plot pasion për t'i ardhur në shërbim të gjithë qarkut Vlorë. Zoti Kaso, cili është programi i Partisë Socialiste për mandatin e 4 qeverisës? Ne jemi njohur, pasi edhe kandidatë tjerë kanë folur për të, por duke qenë se jemi në fushat elektorale dhe drejt fundit të saj, nëse mund të na përmendni dhe ju disa nga pikat kryesore që edhe ju si kandidat ju kanë tërhequr vëmendje. Të gjithë e dim që paga minimale në 2026 do të jetë 500 euro.
të gjithë e di mirë që pensionet nuk do ketë më nën 200 euro, të gjitha këto janë shumë shpejt të prekshme, dhe do të janë shumë shpejt të prekshme për të rritur dhe atë cilësinë e jetës të secilit qytetar, jo vetëm pjesën infrastrukturore që tani më e dim se si ka ndryshuar Shqipëria, është rienergjizuar në urbanizimin e saj në çdo cep të mundshëm. Unë i atashohem fort me mbështetjen time çdo programi të mundshëm që qeveria shqiptare do të ketë të 4 vjet, por ajo që do të bëj diferencën për ëndrrën e gjatë të gjithë shqiptarëve është pasaporta europiane. Të gjithë duhet të mbështesim Edi Ramën për të vazhduar realisht përpara, për mos të kthyer kokën mbrapa të një vizion i ndryshkur që nuk ka as konceptin se si mundet ta menaxhojë një shtet me pjesën bazike të vetë, jo më të ketë një vizion për ta zhvilluar atë dhe për ta çuar drejt Bashkimit Evropian, siç është mundësia që ne kemi për Shqipëria 2030. Të shkosh në Bashkimin Evropian nuk është thjesht një privilegj, një pasaporte që ti mund të kalosh kufit. Është realisht ndikon direkt te ekonomia e gjithë secilit prej nesh. Duke parë që 1 miliard euro investohen automatikisht në basi ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian, këto 1 miliard euro përkthehen në subvencione për bujqësinë, për blegtorin, pa tjetër dhe në sport, në cilësinë sociale të të gjithë shqiptarëve, të jetës sociale të gjithë shqiptarëve, pa tjetër që dhe të qenit pjesë e një familje shumë të pasur, siç është Bashkimi Evropian, një familje e varfër nuk ngelet kur më njanë nëse është pjesë e atij komuniteti, dhe ne në krahasim me fuqitë e mëdha quhemi një familje e varfër që do të subvencionohemi dhe do të mbështetemi fuqishëm nga shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, dhe kjo na i bën pa tjetër dhe cilësinë e jetës më të mirë. Për mos të harruar që Kroacia para se të ishte në Bashkimin Evropian kishte një rrugë që unë e kam përshkruar shpesh nga Spliti për në Zagreb për 12 orë, dhe mbasi Kroacia ka qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ajo rrugë për shumë shpejt përshkruhej për 3 orë. Kjo bën të mundur shkëmbimet më të lehta tregtare, por lehtësirat doganore, lehtësirat fiskale për bashkëpunim interaktiv tregtar me shtetet e tjera të Bashkimit Evropian dhe e bëj patjetër më të lehtë çdo hallkë financiare të shtetit tonë. Pra ju po thoni që pasaporta europiane nuk po përdoret për fushat apo jo? Thjesht është një premtim që qeveria dhe zoti Rama do ta mbajnë në këtë mandat 4 vjeçar. Unë mendoj që kjo qeveri ka hyrë tashmë në histori, po do të hyrë akoma më shumë në histori mbas këtij 4 vjeçari që të gjithë shqiptarët do ja japin besimin kryeministit të Shqipërisë Edi Ramës për vetë faktin sepse rienergjizimi, riurbanizimi, transformimi rinjësor infrastrukturor i të gjithë Shqipërisë tani më e dim të gjithë, duke i atashuar dhe pasaportën europiane, na bën ne shumë krenar për çfarë do u lëm fëmijëve tanë. Ata do të jenë shumë të lirë të ndihen europian në çdo lloj hallke ose në çdo lloj fushë të jetës që ata do të zgjedhin të bëjnë në të nesërmen. Nuk do të quhen ekstrakomunitar në sport për të shkuar dhe për të luajtur ndoshta në një ekip europian, nuk do të quhen si ekstra komunitar nëse do duan të shkojnë në një universitet dhe taksat e tyre do të jenë njësoj si një vendasi, nëse një profesion i lirë do të dojë ta ushtrojë profesionin e vet kudo në këto shtete të tjera për arsye të tij objektive, patjetër që do të jetë shumë më lehtë. Dhe kjo i bën që cilësia e jetës së shqiptarëve brenda trojeve, po dhe jashtë trojeve të Shqipërisë, false pasaporte do të jetë më e mirë. Ju, zoti Kaso, keni vetë një program tuaj me cilin po i flisni qytetarëve apo jeni në unison me programin e Partisë Socialiste? E para jam në unison me programin e Edi Ramës, kryeministit të Shqipërisë, sepse patjetër që Partia Socialiste në bashkëpunim me kryeministin kanë bërë një platformë elektorale shumë të besueshme për elektoratin, sepse ne mund të shikojmë platformat e tjera paralele të partive ose subjekteve tjera që janë surreale, janë të paarritshme për të besuar nga njerëzit, është si ajo familja që ka 30.000 lekë të reja për të shpenzuar këtë javë dhe një baba i shtëpisë gënjen veten dhe thotë që unë këtë javë do shpenzoj 60.000 lekë të reja.
është një shtet i falimentuar me çdo lloj platforme tjetër elektorale që është përballë Partisë Socialiste. Për platformën time elektorale, patjetër që jam munduar të gërshetoj eksperiencën time si një iri që u mor me biznes, si një iri që u mor me sport, si një iri që ishte edhe drejtues, një nga drejtuesit e këtij qyteti, si në kryetari i bashkisë. Një nga gjërat që më bën krenar ta shpalos, që do të punoj fort për të arritur asaj, për gjatë eksperiencës time si koordinator i votës së diasporës për bashkinë në Vlorë, unë njohta njerëz që jetonin për jashtë rrojeve shqiptare me dashuri shumë të madhe dhe me informacion shumë të madh për çfarë ndodhte në qytetin tonë. Kjo më bëri që të mendoj sepse ata njerëz kanë nevojë që të jenë vendimarrës në qytetin tonë në mënyrë aktive, jo thjesht duke votuar një herë në 4 vjet. Kjo më bën që unë të punoj fort me gjithë organet e tjera dhe me gjithë diasporën vlonjate, që ne, nëse më japin besimin, ne të punojmë për fondin lokal të diasporës. Fondi lokal i diasporës është një fond i menaxhuar po nga ata, po duke integruar dëshirën e tyre për të qenë pjesë këtu për investimet që ata do duan, për shembull të investojnë të rinjtë e këtij qyteti me startupe, me kënde sportive, me zhvillim infrastrukturor, me zhvillim social, me zhvillim për interaktivitet më shumë të moshave të treta, kështu që ata me fondin e tyre dhe në mënyrë të specifikuar që ata ta auditojnë vetë këtë buxhet, të kenë vendimarrjen vetë duke u gërshetuar dhe me buxhetin total të këtij qyteti, të jenë vendimarrës aktiv për zhvillimet e qytetit të Vlorës. Kam në target grupin tim për të zhvilluar për gjatë 4 vjeçarit tim si në paketë elektorale dhe vëmendjen për grup moshën nga 15 deri në 34 vjeç. Kjo grup moshë ka një vëmendje, duhet të ketë një vëmendje të shtuar për sa i përket asaj që atyre duhet të ofrohet për të pasur dëshirën dhe të kontribojnë dhe post shkollimit të tyre në qytetin e Vlorës. Qyteti i Vlorës do të duhet të ketë, ose duhet të bëhet epiqendra e nomadëve, janë ata që punojnë në përbot, por zgjedhin të jetojnë në Vlorë si një nga bukuritë më të mëdha natyrore, por dhe incentiva për startupet do të jenë në vëmendjen time kryesore për të gjithë ata të rinj, siç unë isha dhe pata mbështetjen e prindërve të mi, por vizioni im u gërshetua me mbështetjen e familjarëve. Ka të rinj që nuk e kanë dot mbështetjen e familjarëve për vizionin e tyre për të ardhmen që duan ta ndërtojnë në këtë qytet, kështu që unë do të jem iniciatori kryesor që startupet e këtij qyteti të jenë në pararoj për të ndihmuar çdo të ri që ka një vizion të caktuar. Zoti Kaso, sa keni mbështetjen ju në diasporë, mbështetjen personale, duke qenë se keni qenë siç thatë edhe koordinator për diasporën? Nuk kam punuar për të asnjë ditë kur isha koordinatori i diasporës për të rritur një mbështetje personale, sepse nuk e mendoja që do të isha mund ta shpresoja, por nuk e mendoja që unë do të isha në listat e partisë më të madhe shqiptare që është Partia Socialiste. Kështu që unë kam një mbështetje të natyrshme nga ata njerëz që më njohin të natyrë dhe nga ajo që unë ndjeva kur isha jashtë dhe njerëzit më njihnin dhe si drejtorin e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, ku ndiqnin me pasion shumë të madh ekipin e femrave, ekipin e boksit, gjitha arritjet e mëdha që ky klub Shumë Sportësh ka arritur, por edhe si në kryetar bashkie, kështu që të gërshetuara eksperiencat e mia dhe njohjet që kam krijuar me ata, shpresoj që të më përkthehet dhe në votë personale. Te platforma ime elektorale kam dhe rivitalizimin e oboreve të shkollave, duke i dhënë një mundësi shumë të artë të rinjve të këtij qyteti që bazitet e tyre mos t'i kërkojnë gjëkundi përveç se afër ambienteve ku ata dhe shkollohen, po dhe mund të argëtohen duke u bërë dhe më të shëndetshëm fizikisht dhe mëndërisht. Zoti Kaso, me ke keni garën në listën e hapur të Partisë Socialiste dhe të dua të flasësh sinqerisht këtu. Ermal, ti më njeh se ke 20 vjet që më interviston. Unë asnjëherë nuk përmend një shok për keq, nuk e përmend një shok për ta vënë në siklet gare. Unë të gjithë të 16 kandidatët e Partisë Socialiste, 4 listë mbyllur, 12 listë hapur, i shikoj si shok që kemi të njëjtin objektiv, arritjen e mandatit të 4,
unë për gjatë gjithë karierës time dhe kur kam qenë një sportist i pa marrë në konsiderat në rinin time, kam ndjekur me konsistencë dhe me punë të vazhdueshme korsin time për të arritur objektivin personal, por dhe punën në grup për të arritur objektivin e të gjithë gjërave në makro, si që është në këto momente, dhe lufta që Partia Socialiste ose gara që Partia Socialiste është duke zhvilluar për të marrë mandatin e 4. Të gjithë janë jo të nderuar, po më shumë se të nderuar, janë një grup që dua të përgëzoj kryeministin e Shqipërisë dhe zotin Çuçi që ka bërë listën më perfekte për të harmonizuar moshën e re me ata që kanë influencuar politikisht në këtë qytet në shumë vite, po me disa biznesmen të suksesshëm, me akademik të suksesshëm, dhe kjo ka bërë që lista e Partisë Socialiste të ketë një harmonizim dhe të natyrshëm ndërmjet kandidatëve me njëri tjetrin. Keni një koment për listën e kundërshtarëve të Partisë Demokratike Aleancës për Shqipërinë Madhështore? Nuk kam një koment negativ. Më vjen keq që ata miq që i kam përballë ajo listë kanë zgjedhur ka unë e gabuar për t'i përfaqësuar, siç është ish kryeministri dhe lideri i opozitës. Nuk është ai që frymëzon, dhe ata nëse do të zgjidhin një njeri që frymëzon për të ardhmen e kësaj Shqipërie, do të ishte vetëm Edi Rama. Janë në çdo fushë që ata kanë kontribuar, akademike, institucionale, kanë qenë njerëz realisht të nderuar, i njohin familjet e tyre, na njohin familjet për sa jemi vlonjat, por i vetmi defekt i tyre është që kanë zgjedhur vizionin e gabuar në kohën e gabuar. Po tani jo të gjithë do bëjnë me Edi Ramën. Jo të gjithë do bëjnë me Edi Ramën, por është fati i tyre i keq që zgjodhen gabuar. Zoti Kaso, çfarë është politika për ju? E kam nisur mbasi unë ndjeva diçka që më mungonte për të qenë aktiv dhe për të kontribuar në këtë qytet ndryshe mbasi kontribuova në sport. E kam nisur si një gjë jo për ta menduar shumë të madhe, po për realisht për të kontribuar në radhët e Partisë Socialiste. Pas hapi mbas të gjithë kontributit tim me punë të vazhdueshme dhe besnikëri të vazhdueshme ndaj gjithë asaj sigle të madhe që është trëndafili. Politika për mua është shërbim ndaj çdo qytetari dhe jo vetëm shërbim. Më merr vllai në telefon nga Amerika dhe më thot ti tani për ne je lanet, i thon ta. Domethënë nuk ka nevojë të na japësh as telefonin se e kemi ndarë mendje që nuk je më për ne. Por nëse nuk e hap qoftë edhe një qytetar i telefonin, atëherë ke punë me ne. Kështu që unë shikoj mision tani më politikën, e shikoj mision për fëmijët e mi, do të jem gënjeshtari më i madh që nuk do të mendoj që fëmijët e mi do të rriten në këtë qytet më mirë nëse unë do të kontribuoj shumë më mirë duke u faktorizuar si brenda llojit po dhe jashtë llojit. Dhe ky mision të përkthehet patjetër në një të ardhme më të ndritur, jo vetëm kontributit tim personal, po një miksi të kontributeve të të gjithë ne që drejtojmë dhe jemi ata që shikohemi nga qytetarët si ardhmja e këtij qyteti. Kush ju frymëzon në politik? Është dikush? E kam thënë më para që mua nuk më pëlqejnë liderat që elektrizojnë, patjetër që duhet jetë miksuar pak elektrizimi i njerëzve dhe karikimi në pozitivitet të njerëzve që bëjnë ekipin, por me atë që ka treguar kryeministri i Shqipërisë, patjetër që është lideri që më frymëzon për mënyrën e tij karizmatike të trajtuarit të situatave, të trajtimit të vizionit të tij pa shumë siklete dhe kur balta nuk mbaron. Po në jetën e përditshme nga merrin frymëzimin? E marr, do të duket shumë klishe, por frymëzimin e marr vetëm nga familja ime. E marr kryesisht nga babai im që e ndjej si herojin e familjes, duke qenë se për aq sa unë e njoh nuk ka bërë asnjë të diel pushim. Është në vazhdim dhe në përditshmëri në krah të familjes për ta ndihmuar atë ekonomikisht, moralisht dhe fizikisht. Të njëjtën shembull kam ndjek dhe unë për gjatë gjithë zhvillimit të biznesit në ato vitet e para, ku në 10 vite nuk kam bërë asnjë të diel pushim duke ardhur në krah familjes, edhe ky është
patjetër një lloj frymëzimi, por më frymëzon dhe vllai që me angazhim të përditshëm ndaj jetës akademike ka arritur rezultate të shkëlqyera për te oqeanit në Amerikë. Më frymëzojnë fëmijët e mi duke më dhënë forcë të përditshme dhe duke më përkrahur në vazhdim. Më frymëzon mamaja si një nën që gjithkohës është aty me merakqet e veta dhe nuk ka gjumë në qoftë se djali nuk është i qetë, por dhe bashkëshortja është krahu im i djathtë në çdo lloj vendimarrje që unë marr, qoftë asaj në qoftë se i pëlqen ose jo, më jep mundësinë që unë ta provoj dhe ta përjetoj një eksperiencë si kur të ishte dhe e pëlqyer nga ajo, por dhe duke u bërë tani më si gjithë qyteti e di, pararoj për bizneset tona të familjes, kur unë kam shumë vite që mungoj. Kështu që gjithë ky komponent i madh i quajtur familje, mua më jep frymëzimin maksimal për të dalë në mëngjes i lumtur, i qeshur dhe për të përballuar plot sfidat e këtij qyteti. Dhe pikërisht këtë gjë keni shfaqur edhe gjatë fushatës, ku keni dalë shpeshherë në krah me familjen tuaj. Na flisni pak për familjen, bashkëshortja, fëmijët. Ne kemi qenë gati shok gjimnazi dhe patjetër e kemi ndërtuar jetën bashkë. Në qoftë se unë dalë në mëngjes dhe menu se nuk kemi pirë kafe në mëngjesit, të dyve na duket sikur dita nuk është e mbarë. Në qoftë se unë në darkë nuk bashkëbisedoj me fëmijët për çfarë ka qenë dita e tyre dhe dita ime, prapë më duket sikur dita nuk ka qenë e mbyllur mirë. Kjo tregon lidhjen tonë shumë të madhe, të trashëguar nga prindrit tanë me mua dhe me vllajin. Kështu që ne e ndiejmë veten me fat që kemi atë familje dhe nuk dua të flas më se të gjithë në këtë qytet janë familjar të devotshëm, qyteti jon prodhon njerëz shumë të mirë, qarku jon me aq sa mu kam njohur dhe gjithë shqiptaria ka për patentën e vet familjen dhe atë që ata përfaqësojnë në shoqëri. Kështu që unë jam i njohës patjetër familjes tonë të madhe që është shqiptaria, po dhe familjes time personale për çka ne japim për njëri tjetrin. Keni 3 fëmijë? 3 fëmijë. 3 fëmijë. Vajzën dua më shumë. Do të bëni tjetër? Duhet të negocioj me bashkëshorten se nuk janë më ato nënat e para që kishin dëshirën të kishin shumë fëmijë. E them me shaka këtë, por duke pas se si rrjedhin ngjarjet e ditës tani më ngjarjet e jetës, se si jeta është bërë më e ngjeshur dhe më llogari kërkuese se sa në vitet më para, është shumë e vështirë të menaxhosh shumë fëmijë, por megjithatë ne ja kemi dalë deri tani dhe jemi shumë krenar për këtë gjë. Dhe duke qenë se po shkojmë drejt fundit të këtij emisioni, se duhet në 11 maj Partia Socialiste të votohet nga qytetarët dhe qytetarët t'ju votojnë edhe ju si kandidat për të votojnë Klevis Kason në fletën e votimit? Pyetja e parë është shumë e lehtë. Pse duhet të votojmë Partinë Socialiste? Nuk ka alternativë tjetër. Nuk ka alternativë as te opozita e madhe, as te partitë e vogla, sepse dalin me një platformë elektorale surreale, siç e thash pak më parë. Edi Rama për të paktën për qarkun Vlorë, ku unë jam kandidat dhe dua të flas, ka bërë ritransformim, rienergjizim, rikonceptim të këtij qarku. Ne ja kemi detyrim Partisë Socialiste votën për mandatin e 4 për të vazhduar të gjitha këto projekte madhore ku ne na bëjnë krenar. Do t'i lutesha çdo qytetari të qarkut Vlorë të besojnë te numri 5, të besojnë te vizioni Edi Ramës, te vizioni Partisë Socialiste dhe për sa i përket votës preferenciale për Klevis Kason, nëse ky qytet do të besojë te origjinaliteti i një njeriu që gjithë jetën të vet do ta kthejë në mision angazhimin dhe përkushtimin për të gjithë qarkun e Vlorës dhe qytetin e Vlorës, atëherë unë do të bëj maksimumin të gaboj sa më pak dhe të jem sa më pranë, sa më afër çdo qytetari dhe mos të thyej besimin as në qytetarit të këtij qarku. Do të vazhdoni të jetoni në Vlorë? Patjetër, është detyrim përcaktim i emocioneve të mia. Nuk e ndryshoj dot dëshirën për të jetuar, për të rritur fëmijët në këtë qytet dhe për të bërë biznes në këtë qytet. Faleminderit shumë, të uroj suksese në 11 maj, pse qytetarët ta shikojnë me përparësi kandidaturën tuaj, duke qenë se jeni edhe një djalë vlonjat, një djalë i ri dhe keni çfarë të ofroni edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit shumë Ermal. Shikues të nderuar, ishim në Fokus me Klevis Kason, kandidatin për deputet të Partisë Socialiste.